Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se qëndrimi I qeverisë mbetet I pandryshuar, se protokollet nuk duhet të jenë pjesë e kornizës negociuese me Bashkimin Evropian. Sipas tij, ky ka qenë pozicioni ekzekutivi që nga fillimi dhe vazhdon të jetë I njëjtë, mirë po Bullgaria mbron qëndrimin e kundërt, duke u thirrur në atë që është dakorduar me qeverinë e mëparshme, e cila sipas Mickoskit ka pranuar gjithçka. Но ние како влада не цениме дека протоколите се дел од преговарачката, не треба да бидат дел од преговарачката рамка, така што тој став ние го имаме од првиот момент до денеска, но за жал ставот кој што го има другата страна е сосема поинаков, а тој став е таков поради екзибициите и капитулацијата на претходната влада на СДСМ и ДУИ и преговарачкиот тим воден од губитникот од Чаир. Para disa ditëve ish-ministri I jashtëm Bujar Osmani publikoi sërish video në të cilën para një tabele shpjegon strukturën e kornizës negociuese dhe deklaroi se protokollet, përkatësisht procesverbalet e takimeve me Bullgarinë, nuk janë pjesë formale e saj. Ka 4 vjet që them se protokollet nuk janë pjesë e kornizës negociuese. 4 vjet kam duruar kritika, sulme dhe fyerje. 4 vjet kam vizatuar në tabela, kam shpjeguar dhe kam përsëritur. Reagimi I Osmanit erdhi menjëherë pas një deklarate të ministrit aktual të jashtëm Tim Çomucunski, I cili gjithashtu tha se protokollet nuk janë pjesë e kornizës negociuese. Kryeministri në një paraqitje mbrëm në një podcast theksoi se ndryshimet kushtetuese në këtë formë, siç kërkohet aktualisht, nuk do të ndodhin. Ai shtoi se është I gatshëm të bisedojë me këdo dhe kudo derisa të gjendet një zgjidhje qëndrueshme që do ta çojë vendin drejt qëllimit përfundimtar.